Farmacia Aiden është tashmë farmacia më e re në qytetin e Vlorës, një hapësirë moderne dhe e dedikuar për kujdesin ndaj shëndetit të qytetarëve, e cila ofron një gamë të gjerë medikamentesh, produkte dermokozmetike dhe shërbime të ndryshme farmaceutike për çdo grup mosh. E vendosur pranë sigurimeve shoqërore në Vlorë, farmacia synon të jetë jo vetëm një pikë shërbimi farmaceutik, por edhe një ambient ku pacientët marrin këshillim profesional dhe kujdes të personalizuar. Farmacistja Kristiana Hoxhaj, me një eksperiencë disa vjeçare në fushën e farmaceutikës, tregon se ideja për hapjen e kësaj farmacie lindi nga dëshira për të krijuar një raport më të afërt dhe më njerëzor me pacientët. Përshëndetje, faleminderit për interesimin. Unë jam Kristiana Hoxha, farmaciste prej vitesh në qytetin e Vlorës. E kam nisur karrierën time si farmaciste, duke vazhduar më pas në pjesën e përfaqësisë mjekësore. Farmacia është e sapo hapur prej 2 javësh në qytetin e Vlorës. Kam zgjedhur pikërisht këtë lagje, duke qenë se jam rritur këtu në këtë lagje. Një detaj shumë personal dhe i veçantë për mua është edhe emri i farmacisë, i cili lidhet me djalin tim Aiden. Ai ka qenë motivimi im më i madh dhe doja që ky projekt të mbante një emër me vlerë emocionale dhe familjare. Atëherë, emri i farmacisë ka të bëjë me djalin tim Aiden. Doja që farmacia të mbante një emër i cili ka një lidhje shumë të madhe shpirtërore me mua. Djali është motivimi më i madh i jetës time dhe doja që emri farmacistë të më kujtojë gjithmonë për kushtimin dhe kujdesin që dua të tregoj ndaj të gjithë pacientëve të mi. Besoj se sot njerëzit kërkojnë jo vetëm një farmaci, por një vend ku ndihen të mirëpritur, të dëgjuar dhe të sigurt në këshillimin që marrin. Pikërisht këtë përpiqemi të ofrojmë çdo ditë më shumë për kushtim dhe profesionalizëm, shprehet farmacistja Kristiana Hoxhaj. Gama e këtyre produkteve është një gamë tepër e gjerë dhe unë jam munduar që të sjell produkte si deri tek ato më ekonomike dhe tek ato që janë pak më të shtrenjta, për t'i dhënë mundësinë pacientëve që të kenë mundësi zgjedhjesh si në cilësi dhe në çmim. Përveç medikamenteve, farmacia Aiden ofron dhe një shumëllojshmëri produktesh dermokozmetike, tepër të nevojshme gjatë sezonit të verës, si produkte për mbrojtjen dhe hidratimin e lëkurës, por edhe produkte të dedikuara për kujdesin ndaj nënave dhe bebeve. Farmacia ofron një gamë të gjerë produktesh, duke nisur nga pjesa e medikamenteve, për të kaluar më pas te pjesa dermokozmetike, duke qenë se jemi dhe në sezonin e verës. Një rëndësi të veçantë i kushtojmë gjithashtu edhe pjesës së kujdesit të nënave dhe të bebeve. Si një nën që jam vetë, e kuptoj se sa e rëndësishme është për të gjitha nënat kujdesi ndaj bebave të tyre, që të kenë produktet e duhura dhe të sigurta për bebat e tyre. Normalisht kemi produkte të cilat fillojnë që nga kujdesi i lëkurës, që në periudhën e paralindjes, paslindjes, që deri tek produktet higjienike. Një tjetër shërbim i rëndësishëm që ofron kjo farmaci është dhe pajisja me bombula oksigjeni, jo vetëm për blerje, por edhe me qira ditore, duke u ardhur në ndihmë pacientëve që kanë nevojë për trajtim apo asistencë të përkohshme në shtëpi. Një tjetër opsion që ofrojmë në farmaci, duke qenë se vitet e fundit është rritur ndjeshëm kërkesa për pjesën e aparaturave mjekësore, në rastin konkret për aparaturat e oksigjenit, për problemet pulmonare, për t'i dhënë mundësinë pacientëve që të kenë një shërbim sa më komod dhe në shtëpitë e tyre. Këto aparatura nuk ofrohen vetëm për blerje, por ofrohen edhe me pjesën e qeras mujore. Një tjetër shërbim shumë i rëndësishëm që pritet së shpejti në këtë farmaci është dhe lidhja me sistemin e rimbursimit, e cila do t'u jap mundësi pacientëve të përfitojnë medikamentet e rimbursueshme në mënyrë më të lehtë dhe më komode. Me profesionalizëm, përkushtim dhe komunikim të afërt me qytetarët, farmacia Aiden synon të kthehet në një pikë referimi për shërbimin farmaceutik në qytetin e Vlorës.